që gjete kohë të inkuadrohesh për ti dhënë këto informacione për Kompas. Faleminderit. Shumë. Profesor Fetoshi, e patëm edhe Meliza Haradinaj nga kabineti presidentës Vjosa Osmani, por edhe vetë një deklarim të presidentës sot, që e vlerësoj si historike këtë ftesë. Qa do të thotë kjo për Kosovën? Pa dyshim është zhvillim jashtëzakonisht i rëndësishëm, Haris, por unë do t'i shtoja në këtë kuadër edhe dimensioni nacional. Për shkak se ftesa para pak ditësh fillimisht i ka shku kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe kjo në pikpamjen time konfirmon rolin paqësor të faktorit shqiptar në Ballkan që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe është ndoshta një prej momenteve më të rëndësishme në kuadër të procesit të konsolidimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, për shkak se ftesa e presidentit Trump drejtuar Kosovës që të bëhet antare themeluese e Bordit të Paqes, jo vetëm që rikonfirmon subjektivitetin dhe statusin e barabartë të Republikës Kosovës në nivelin ndërkombëtar, por e afirmon gjithashtu orientimin e drejtë dhe angazhimin, kontributin për paqen në Ballkan nga Republika e Kosovës si faktor në përputhje gjithashtu me raportin e fundit të Bashkimit Evropian, Normandy Index 2025, i cili përfundimisht e konstaton Kosovën gjithashtu si faktor paqeje, por të ekspozuar ndaj presioneve hibride që vinë prej Serbisë, derisa në anën tjetër Serbia vlerësohet si burimi i destabilitetit në rajon për shkak të rreshtimit gjithnjë më të thellë me Rusinë dhe Kinën në kontekstin e rivaliteteve të reja geopolitike. Të shtuar edhe Kina e Rusia në këtë bordin e paqes. Pa diskutim, mekanizmin ose nismën e presidentit Trump duhet ta shikojmë si një lloj mekanizmi alternativ për shkak të krizës së sistemit aktual ndërkombëtar, sepse përplasjet gjeopolitike tashmë e kanë paralizuar sistemin ndërkombëtar me OKB-n dhe Këshillin e Sigurimit, dhe fakti që Kosova ftohet të jetë shtet themelues ka edhe një rëndësi tjetër për shkak të përvojës së Kosovës, për shkak të rastit të Kosovës, sepse pikërisht ky sistem ndërkombëtar për herë të parë me Kosovën ka dëshmuar mbi vendosjen e legitimitetit demokratik ndaj legalitetit dhe procedurave legale të funksionimit të sistemit ndërkombëtar, përkatësisht të rolit të Këshillit të Sigurimit nëpërmjet kartës së OKB-s për të garantuar paqen në botë. Dhe mbi këtë bazë, tani duhet ta shikojmë nismën e presidentit Trump si një mekanizëm alternativ për t'i dhënë shans zgjidhjes së konflikteve dhe paqes botërore në logjikën e asaj që është njohur më herët si koalicioni i të vullnetshmëve, dhe kjo mendoj që do të zhvillohet edhe më tutje si dinamik e rëndësishme në adresimin e konflikteve aktuale, ndonë se fillon me Gazan, për shkak të kompleksitetit atje dhe për shkak të... Edhe të nisi si ide ma ngusht, po tash po del që është edhe një ambicje pak me agjon. Asë shetit presë që quajti një farë ideje pseudo Këshilli i Sigurimit të OKB-s, apo zëvendësohet, apo krijohet një grup paralel për ndoshta për të përfituar më shumë si Kosova, duke pas parasysh vështirësitë që Këtë isha duke thënë, duhet ta kemi parasysh pra pikërisht faktin që ta zëm intervenimi i NATO-s në Kosovë ka qenë i pamundur nëpërmjet mandatit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke pas parasysh pozicionet dhe të drejtën e vetos nga Rusia dhe Kina në këtë forum të rëndësishëm, dhe në këtë pikpamje duhet ta shohim si një alternativë ndaj blokadës aktuale të sistemit ndërkombëtar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ndonë se duhet të tregojmë mirë kuptim se i përket zërave, si të themi, ultraliberal në shprehjet të disa shqetësimeve për nismën e presidentit Trump, unë jam i bindur që jo vetëm rëndësia kapitale për Kosovën në kuptimin strategjik, por edhe qasja pragmatike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin Trump, përkatësisht me doktrinën e tij të paqes përmes forcës, është ndoshta instrumenti më adekuat aktualisht që të jepet përgjigje e duhur kërcënimeve
të paqes kudo në botë, dhe në këtë rast nuk kemi të bëjmë vetëm me Gazën, duhet të kemi parasysh Ukrainën si një truall gjithashtu i rëndësishëm i konfliktit ndërkombëtar që ekspozon kërcënime të drejtë për drejta për paqen në Evropë, dhe në anën tjetër në qoftë se i referohemi zgjatimeve të këtij konflikti përkatësisht rolit Serbisë në Ballkan si një shtet proksi i Rusisë me metodat njëjta dhe me instrumente të njëjta hibride, jo vetëm kundrejt Kosovës, por edhe disa vendeve të tjera në rajon, atëherë ftesa për Kosovën është padyshim me rëndësi kapitale historike për Kosovën edhe si mesazh ndaj Serbisë, edhe si mesazh për të gjitha shtetet dhe organizatat mosnjohëse të Republikës së Kosovës deri më sot, për shkak se kjo në mënyrë të drejtë për drejtë de facto e konfirmon Kosovën si subjekt të barabartë në skenën ndërkombëtare. Ide ekskluzive e Donald Trump në letër në një prej paragrafeve që e ka publikuar dhe vetë Osmani thuhet që ky bord është ashtu siç ka shkruar Donald Trump, one of a kind, do thotë shumë unik, diçka që s'ka pas të tillë më para, është ide përveç themi e guximshme e Trumpit që të nis diçka vet si presidenti SBA, se pastaj ti ftoj edhe shtete tjera të forta, duke marrë parasysh tazëm Franca ka refuzuar në kohën aktuale për momentin që të jetë pjesë e bordit. Pra ka edhe kundërshtime të liderëve të mëdhenj. Ka kundërshtime për shkak të sistemit aktual ndërkombëtar, po mos të harrojmë që të gjitha lëvizjet e presidentit Trump janë kundërpërgjigje ndaj kërcënimeve që paraqet Rusia dhe Kina si fuqi globale të cilat qëllimet finale i kanë revizioniste në raport me interesat dhe me zonën e tyre të influencës. Pra mos të harrojmë që në ambicjet e Vladimir Putinit e kemi të shprehur në mënyrë eksplicite synimin e tij që ta rikthej zonën e influencës së Bashkimit Sovjetik të dikurshëm. Dhe në këtë pikpamje, nëse vim në situatën kur Këshilli i Sigurimit paralizohet për shkak të mënyrës së funksionimit dhe rolit që ka Rusia dhe Kina aty, atëherë kemi të bëjmë me një, ndoshta edhe ta teorizojmë pak, kemi të bëjmë ndoshta me kulmimin e një krize të sistemit të ndërkombëtar e cila nga studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare është paralajmëruar që shko më parë, që nga koha e intervenimit të NATO-s në Kosovë, realisht kanë qenë shumë aktive debatet akademike sa i përket funksionimit të sistemit ndërkombëtar dhe tani kemi të bëjmë më duket me një kulmim për shkak se nëse i referohemi krejt veprimeve të deritashme të presidentit Trump, edhe me Venezuelën, edhe me përpjekjen për ta zbrapsur Rusinë nga Ukraina, edhe me qasjen për të detyruar palët që të negociojnë dhe të vendosin një fazë e cila ndoshta me këtë bordin e paqes do të njohë adresimin e problemeve që ka lënë, ose trashëgimis katastrofale që ka lënë konflikti në Gaza. Është roli i leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë për të krijuar një mekanizëm i cili i kundërpërgjigjet sfidave të sigurisë, për shkak se mos të harrojmë që çështjet e sigurisë kanë impakt të drejtë për drejtë në ekonominë dhe në zhvillimin ekonomik të botës, e mbi këtë bazë normalisht që nuk mund të flasim për zhvillim ekonomik në qoftë se jemi në situatë të tillë të brishtësisë, cenueshmërisë dhe sfidimit të vazhdueshëm të sigurisë anë kënd të botës. Prandaj gjithçka që vjen aktualisht nga shtëpia e bardhë duhet të shikohet si përpjekje për të adresuar shqetësimet që lidhen me sigurinë, jo me sigurinë në kuptimin e ngushtë të fjalës, por me sigurinë globale si parakusht i zhvillimit dhe mirëqenies së qytetarëve në mbar botën. Testi i parë është Gaza. Testi i parë është Gaza, unë jam i bindur që natyrisht nuk janë të njohura detajet, nuk e di se si do të funksionalizohet ky bord, por unë jam i sigurt që edhe hezitimi i Francës, edhe hezitimi i Londrës zyrtare, sa i përket kësaj nisme, lidhet me fazën e parë të zhvillimit për shkak të asaj që ju vetë potencuat, që shihet si një lloj konkurrence dhe paralelizmi i Këshillit të Sigurimit si forumi ndërkombëtar i cili është i mandatuar për të garantuar paqen e botës. A ndryshon pastaj koncepti i organizimit komplet ndërkombëtar politik
edhe jantarësive të shteteve në për organizata ndërkombëtare. Edhe përpjekjet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën, edhe për Gazën, edhe ky tani me bordin e paqes duhet të shikohen si përpjekje presioni për të frenuar ambicjet destruktive dhe revizioniste të Rusisë dhe Kinës. Në qoftë se nuk do të kemi një sukses të tillë, atëherë realisht kemi një rikthim të ndoshta, sepse le ta themi qartë, multipolariteti është në pikpyetje në kuptimin e funksionimit të sistemit ndërkombëtar dhe në qoftë se agravon kjo gjendje në kuptimin e marrëdhënieve gjeopolitike të shteteve ose fuqive globale, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës domosdo që do të përpiqen që të imponojnë për shkak edhe të statusit edhe rolit të tyre të leadershipit, të imponojnë një mekanizëm alternativ të paqes në botë. Dhe e pyeta dhe zonin Haradinaj, nëse do tjetë ndonjëherë çështje raporti mes Kosovës dhe Serbisë ose situata e sigurisë në Ballkan, temë diskutimit në këtë bord, po megjithatë janë dy vatra aktive të luftës. A konsideroni se herë do kur do të merren edhe me çështjen e Ballkanit perëndimor? Nëse i referohem me deklarimeve të përsëritura të presidentit Trump, unë mendoj që po, mos të harrojmë që ftesa e sotme drejtuar Kosovës nga presidenti Trump është në një farë mënyrë edhe demolim i krejt të luftës informative dhe luftës narrative të Serbisë kundrejt Kosovës, në qoftë se kemi parasysh synimin e vazhdueshëm të Serbisë që Kosovën ta paraqes si burim destabiliteti në rajon, Kosovën ta paraqes si një vend i cili ndjek politik terroriste ndaj qytetarëve serb në Kosovë, që të vazhdoj me strategjinë e viktimizimit serb për ta mashtruar perceptimin ndërkombëtar sa i përket realitetit në Kosovë, dhe të gjitha këto mendoj që demolohen dhe marrin goditjen përfundimtare nga ftesa e sotme e presidentit Trump, e të cilat pastaj normalisht mbi bazën e reflektimit të Beogradit zyrtar do të shohim se çysh duhet të adresohen në një epilog eventual me rolin e drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çysh mund të shfrytëzohet edhe në aspektin diplomatik tash në tema të tjera nga Kosova kjo ftesë direkte? Jashtëzakonisht shumë, unë jam i bindur që duhet të shfrytëzohet nëpërmjet një diplomacie intensive edhe në nivelin bilateral edhe në nivelin multilateral, për shkak se thash që normalisht ftesa është një lloj mesazhi i qartë edhe për organizatat ndërkombëtare që ende nuk e kanë pranuar Kosovën brenda, edhe për shtetet të cilat vazhdojnë me hezitu me e njoftë Republikën e Kosovës si subjekt ndërkombëtar, dhe në këtë pikpamje mendoj që diplomacia jonë duhet i qaset me maturim, me kujdes dhe me intensitet të shtuar marrëdhënieve dypalçe dhe shumëpalçe në kuadër të orientimit saj strategjik euroatlantik. Dhe me që të kam këtu, po flasim sot për dy çështje të tjera po ashtu, e patëm drejt për drejt Hazir Hazirin, i liruar nga paraburgimi 4 muaj pas arrestimit në Serbi, direkt nga pika kufitare në Mërdar, një prej temave të shumë përfolura, thirrje edhe nga institucionet e Kosovës që ta zënë veteranët ose pjesëtarë që kanë të kaluar në luftë të mos kalojnë për territorin e Serbisë, por edhe një postim i Shaip Kamberit, deputetit të Parlamentit të Serbisë, deputet shqiptar, i cili tregoi për një nismë e cila është miratuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Komiteti për punë të jashtme i Kongresit të SBA-s miratoi rezolutën mbi drejtat etnike dhe kombëtare shqiptarëve në lugimin e Preshevës, mirënjohje veçantë për kongresistin Keith Self dhe përpjekje durim, këmbulje dhe besim që prej vitit 2009 për krahjen e palëkundër të Joe dhe Shirley Diogardi, pastaj tregon edhe për sukseset për cilat ka punuar edhe një pjesë e aktivistëve shqiptar që janë pjesë e emërgatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por çfarë do thotë ky dokument i miratuar për të drejtat e shqiptarëve të luginës, për cilën ta zëm temë flitet edhe në Bruksel, edhe thirrje nga Bashkimi Evropian, edhe ankesat të vetë banorëve atje. E nisëm me shqiptarët dhe rolin e faktorit shqiptar në Ballkan Naris, dhe kështu po e përmbyllim. Në qoftë se e keni parasysh Komitetin për Politikë të Jashtme, vetë kongresmeni Self, s'ka 2 muaj besoj, nuk e di me datë sakt, e ka bërë njëjtën gjë
edhe kur e ka adresu çështjen e kërcënimeve të vazhdueshme të Serbisë ndaj Kosovës, edhe sa i përket politikave diskriminuese ndaj shqiptarëve në Lugin të Preshevës. Ky është pa diskutim një hap i rëndësishëm dhe një reflektim shumë i rëndësishëm për sa i përket çështjeve shqetësuese lidhur me të drejtat. Pasivizimi i adresave realisht është një lloj spastrimi etnik i bardh, le të themi. Por unë jam i bindur që Shtetet e Bashkuara po marrin rolin që do duhet ta marrin, për shkak se është faktori vetëm, e kemi thënë disa herë, është faktori vetëm që do të mund t'i jepte zgjidhje edhe kapacitetit kërcënues të Serbisë në raport me sigurinë dhe stabilitetin rajonal, edhe sa i përket përmbylljes së suksesshme dhe paqësore të procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, për shkak se është një periudhë jashtëzakonisht e gjatë e humbur në pamundësi për ta imponuar zgjidhjen e cila do duhet të nënkuptonte njohjen e ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë si procesi normalizimit të raporteve, dhe do duhej tani Shtetet e Bashkuara janë të domosdoshme edhe për një gjë tjetër, që pas ligjit me mbrojtjen kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i nënshkruar nga Donald Trump, i cili në mënyrë eksplicite merr në mbrojtje, pra është garanci për Republikën e Kosovës dhe integritetin territorial të vendit tonë, pas raportit fundit që e përmenda pak më herët të Bashkimit Evropian për hartësimin e kërcënimeve për paqen dhe demokracinë në botë, ku Kosova rangohet relativisht mirë dhe konfirmohet si kontribues i paqes në Ballkan, tani kemi edhe një adresim të qartë të shqetësimeve që lidhen me pozitën dhe diskriminimin e vazhdueshëm nga ana e Serbisë të bashkëqytetarëve shqiptar në Lugin të Preshevës, dhe mbi këtë bazë mendoj që kemi të bëjmë me një trajektore shumë të rëndësishme të zhvillimeve ndërkombëtare për Kosovën dhe për shqiptarët në rajon, e cila trajektore duhet të kulmojë me disiplinimin përfundimtar të Serbisë që të mos vazhdojë të ndërmarrë veprime dhe instrumente hibride që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Dhe kur flitet për këtë dinamik të shtume të SBA-s, a mbetet prapë dialogu në Bruksel ai çelësi i suksesit në normalizim të marrëdhënieve? Ta zëm, pala serbe ka njoftuar sot mbrëmjet që Petar Petković ka udhëtuar në Bruksel, mund të ketë nesër një raund rit bisedimeve, ende s'kemi arritë që ta konfirmojmë këtë nga institucionet tona. Përpjekjet e Bashkimit Evropian do të vazhdojnë, ne kishim pak më përpara edhe të dërguarin special për dialogun të Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe Beograd, por unë jam skeptik sa i përket një mundësie për një epilog të suksesshëm të këtij procesi. Mos të harrojmë që në aktin e autorizimit mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dialogu ri përkufizohet si proces i cili duhet të mbyllet me njohjen reciproke mes dy vendeve. Këtë nuk është në gjendje ta bëjë Bashkimi Evropian, edhe për shkak të pozicionit aktual që ka karshi Republikës së Kosovës. Normalisht duhet të kemi parasysh faktin që 5 shtete anëtare vazhdojnë të mos e njohin Republikën e Kosovës, dhe kjo e determinon një pozicion neutral të Bashkimit Evropian karshi Kosovës. Prandaj, edhe për këtë arsye, edhe për arsye të tjera që kanë të bëjnë me kapacitetet diplomatike të Bashkimit Evropian, unë jam i bindur që epilogu i këtij procesi duhet i takojë një nismë të re të presidentit Trump, sa më shpejt që është e mundur, me qëllim që të mbyllet çfarëdo shtegu i deportimit rus në Ballkan edhe i disciplinimit Serbisë sa i përket obligimeve të saj ndërkombëtare që të sillet në mënyrë konstruktive dhe të pranojë realitetin e ri gjeopolitik të Ballkanit perëndimor me Republikën e Kosovës si fakt. Profesor, faleminderit shumë që ishe në kompas dhe i shtjelluam krejt këto tema. Faleminderit juve.